Dje në ora 16:50 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 49 vjeçar dhe një 21 vjeçar, që të dy nga Tetova, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se në afërsi të një objekti hotelerik në lagjen Drenovec kanë sulmuar fizikisht fqinin e tyre. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 21 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një 32 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 19:10 në një objekt hotelerik në Gostivar, pas një mosmarrëveshjeje paraprake është sulmuar fizikisht, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 19:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në rrugën 113 ka shpërthyer zjarri në një objekt ndihmës në oborin e shtëpisë, pronë e një 67 vjeçari. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga ekipi njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov. Kontrollin në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov. Dje në ora 20:30 në Gostivar, zyrtar policor nga departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 53 vjeçar nga Gostivari për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale sipas nenit 235 të kodit penal. Ai dyshohet se i ka marrë një send personal një 45 vjeçari nga një fshat i Gostivarit, ndërsa ajo po pastronte në një ordinancë. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Dje në ora 22 në lagjen Tullana në Gostivar, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 31 vjeçar nga Gostivari, i cili është denoncuar nga një 24 vjeçar nga Gostivari se pas një debati verbal e ka kërcënuar atë dhe kushëririn e tij dhe ka tentuar t'i sulmoj me një mjet të mprehtë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do t'i dorëzohet para shtresë përkatëse.